Drejtoria e bujqësisë si vjet do të përkrahë edhe fermerët që merren me kultivimin e pemtarisë. I pari i kësaj drejtorie, Burim Bajrami, ka bërë të ditur se do të dhurohen pajisje që ua lehtësojnë punën pemtarëve të ferizajt. Edhe një aktivitet i veçantë i cili do zhvillohet këtë vit nga ana e drejtorisë së bujqësisë ka kategorinë e pemtarisë, ku do të furnizojmë me mulçerat një numër të madh prej pemtarëve të komunës sonë, të cilët do t'i shfrytëzojnë këto pajisje dhe do të kursejnë normalisht shpenzimet cilat i kanë pas gjatë zhvillimit të aktiviteteve në terren, por duke përfshi këtu edhe mekanizmin bujqësor që në të kaluarën e kemi furnizuar fermerët e komunës sonë, do të ndikojnë direkt që të rrisin produktivitetin e punës dhe normalisht që të krijojnë të ardha më të mëdha për familjet e tyre, por edhe për rrethin ku jetojnë. Rreth 70.000 euro do të ndahen nga buxheti për këtë kategori dhe 50 fermerë do të jenë përfitues të pajisjeve mulçera dhe spërkatëse. Janë rreth 70.000 euro të planifikuara për këtë kategori, duke përfshirë këtu edhe spërkatëset profesionale për pemtar, dhe pritet që të përfitojnë rreth 50 fermerë kultivues të pemëve në brenda komunës së Ferizajt, me mulçera dhe me spërkatëse profesionale. Drejtoria e bujqësisë përveçëm në kuadër të subvencioneve dhuron pajisje të ndryshme për të gjitha llojet e bujqësisë.